Procesi i rivlerësimit të pasurive të paluajtshme është hapur zyrtarisht. Ministria e Financave ka publikuar udhëzimet e zbatimit të ligjit. Qytetarët do të kenë mundësi të rivlerësojnë pronën e tyre me normë tatimore 5%. Reinaldo Pipiria, drejtor ekzekutiv i shoqatës së pasurive të paluajtshme, flet për risitë e këtij procesi. Janë dy elemente. Një është 1% amortizim nga vlera minimale fiskale për çdo vit të plot përdorimi të pasurisë paluajtshme që nga momenti i fitimit për herë të parë të titullit pronësisë. E dyta është nuk do të ketë rivlerësim për pronat e cilat kanë vërtetim pronësie, pra do duhet të digitalizohen dhe më pas të rivlerësohen. Pra ka dy hapa. Pipiria shpjegon edhe kostot që shoqërojnë aplikimin. Ka një tarifë shërbimi e cila është e përshkallëzuar, fillon me 3.500 lekë të reja deri në 10.000 lekë të reja në varësi të vlerës së tatimit që është për të paguar. Aplikimi për rivlerësimin bëhet individualisht në portalin e-Albania ose përmes një eksperti të licencuar të pasurive të paluajtshme. Në pasigurinë që ne jetojmë në Shqipëri, unë i sugjeroj të gjithë shqiptarëve të mund të aplikojnë për procesin e rivlerësimit duke i dhënë vlerën që meriton prona e tyre. Kur flasim për vlerën që meriton prona e tyre, po flasim për një ekspert të vlerësimit pasurive paluajtshme. Pse? Sepse fatkeqësisht çmimet e referencave në Shqipëri janë larg realitetit. Sipas drejtorit ekzekutiv të shoqatës së pasurive të paluajtshme, procesi duhet të kishte bërë një diferencim mes qytetarëve dhe sipërmarrjeve. Fatkeqësisht ekzekutivi ynë i trajton si biznesin, si qytetarin njësoj, pra është 5%. Do të ishte udhës që të ishte ndryshe për qytetarin. Pipiria tregon se procedura zgjat rreth një javë, kohë e mjaftueshme për aplikimin individual. Megjithatë, për numrin e lartë të pronave që ende nuk janë rivlerësuar, afati deri më 31 dhjetor 2026 mund të rezultojë i kufizuar.